E shikus të dashur, tash jemi përsëri bashkë në studio dhe do të flasëm në fakt për ditët e shllirimit, por që për njërën prej familjeve nga Kosova, shlirime, po theme, ka ardhë pas 27 vjetësh, jo në vitin 1999 me hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë, po e theme kështu kushtimisht, për shkak se ata tashmë pas 28 vjetësh, pas gati 3 dekadash, luft për të rikthyer shtëpinë e tyre, më në fund kanë arritur dhe kanë marrë shtëpin, nga e cila kanë qenë dëbuar me fillimin e luftës në Kosovë. Gjitha detajet, historinë patjetër që do ta ndajmë bashkë me bashkëbiseduesën cilën do ta kemi pas pak, megjithatë për me kuptu detajet se për çka bëhet fjalë, ne do ta dëgjojmë një deklaratë të shkurtër nga kryefamiljare, nga babai Zona Berishës, të cilën do ta kemi pas pak në bised, dhe do ta dëgjojmë, kjo është një deklarate vitit 2018, ndarë nga emisioni Kosmo në Koha Vizion, duke treguar se sa të vështire kanë dhe nuk po munden që ta marrin përsëri shtëpinë e tyre, një shtëpi ku janë rritur, ku kanë pas kujtime, ku kanë lindur edhe fëmijë të tjerë, kanë ardhur edhe gjenerata të tjera. Pse ka qenë kështu, do ta kuptojmë pas pak, por sidoqoftë fillimisht e ndjekim deklaratën dhe i kuptojmë disa detaje. E shë shpinë dhe s'munësh me hi mrena, të ka në zemra. Po sot ju mordë mas 2 vite e gjysë. Edhe kur ju mordë për para, ju mordë vetëm mrapa shtëpisë, ju më silë, mrena së fëmija asë në varë, që shtu të se kam banu, pak e na tutë, nësë përna bojnë diqka, që gjithmonë këtu ka qenë rrezik, se na jena pak shqiptarë tu, dhe pak që ta jena metna, një 5-6 shpim do këtë jena met, edhe kur gjë tjetër. Me përballu balë shtirë, për vetë që jam të punu, edhe 3 kam, një djallë punon pak të dojtë të vetë, si mësë më qenë një vla në Suedi që kam, një mek jashtë, s'kishë mujtë me egzistu. Dhe ajë që ka uzurpu e ka ditë shtëpin tonë, se ka qenë i Mitrovicës, dire ka ardhë, ka nejtë 13 vitë. Pa kompenzim, pa kur gjë, deri u shpërngullu, sigurisht që kam bojnë a i banes, që kam blek ta qeverisë Sërbis, edhe mas një kohë kanë gjetë një tjetër, që ka qenë Zlatan Radojević, ndo këti Zubin Potokut, ka nejtë 2 vite, në përmes habitatit. E kjo është pra dhe deklarata e Zotrit Berisha nga vitit 2018 si pjesë e emisionit Kosmo të dëbuar nga shtëpitë e tyre dhe jo vetëm kjo familje në Kosovë kanë dhe janë të dëbuar nga shtëpitë e tyre, por ka edhe shumë të tjerë të cilët edhe shumë familje të tjera në fakt të cilat presin që të rimarrin përsëri shtëpitë e tyre, të paktën të hyjnë apo të investojnë, të shijojnë edhe për aq kohë sa dhe i kanë mbetur. Ne tani do të lidhemi me Zona Berisha, Zona e Zveçanit në fakt e njohur ndryshe edhe në rrjetet sociale, ku dhe aty ka fillu me nda video, foto të ndryshme, kujtime të ndryshme dhe me tregu këtë eksperiencë dhe me nda këtë rrëfim edhe me ndjekësit të tjerë në rrjetet sociale. Në fakt unë Zonën e kam taku aty, sidoqoftë gëzohem shumë faktit që kjo familje tashmë ka marrë shtëpinë e tyre dhe urojnë që edhe të tjerat kësaj ta kenë fatin e njëjtë. Mirëmëngjesi Zona. Mirëmëngjesi Agnesa.
Shumë knatësi që të kemi këto, ju përgëzoj për punën në fakt cilën e keni bërë ju, babaj, pa tjetër krejt familja në mënyrë që ju ta rimerni për sëri shtëpinë e juaj në zveçar, na të regoni pak çfarë ndjenje është kjo. Deklarata na emocionoj mjaft shumë, unë ka disa herë që e shoh, që e dëgjoj, ka pas disa herë që i kam pa edhe videot e ndara nga jo në profilin tuaj në TikTok, edhe janë mjaft emocionoj. Se na të regoni ju që shumë djetë në fakt. Faleminderit shumë Agnesa për ftesën. Spari është shfrytëzoj rastin ditën e çlirimit me ju uru gjithë shqiptarëve. E që fatkeqësisht për neve si Mitrovicas, çlirimi ka ardhur shumë ma vonë, domethënë çlirimi i plot. Se siç e dim, situata në Mitrovic nuk ka qenë njësoj si në pjesë tjera të Kosovës. E dim shumë mirë që edhe pas luftës në Mitrovic ka pas edhe masakra, dihet masakra e shkurtë të vitit 2000, pastaj kanë qenë trazëzirat e vitit 2004, e her pas here shumë rebelime, barikada, e problemet ndryshme që neve si qytetarët Mitrovicës, e sidomos na në atë pjesën ma veriore të Zveçanit, na e kanë pamundësu kthimin në pronën tonë. Është knatësi shumë e madhe që mas 28 vitesh me u kthy në pronën e familjes, në pronën që gjyshi jem e ka ble, që familja jem, babi jem, aqët e mi kanë investu në ta, që u konë djersa e tënë familjes atë, e mas 28 vite me shku edhe me pa në gjendjen qysh e keni pa po besoj për i videove ka qenë shumë e Edhe jemi duke pa dhe gjatë kohës kur ju po flesne, kemi do të thotë edhe për shikuesit me sharu që janë disa foto dhe video të cilat i kemi nda, të cilat zona na i ka dërgu edhe janë video tash në çfarë gjendje ka shtëpia. Me gjithatë, me atë sa kam dëgju dhe prej historive të tjerve, kjo shtëpi ka qenë jashtëzakonisht e bukur. Po, ka qenë një shtëpi shumë e bukur, shumë e mobilume për kohën, shumë e mirë mbajtur. Ka qenë e dhimbshme me pa shtëpinë në atë formë, në atë mënyrë, mirë po më e dhimbshme kanë qenë humbja e 28 viteve që na nuk e kemi shiju atë shtëpi. Po lumturia e madhe që jemi kthy më në fund e ka mujt atë dhimbje, edhe shumë shpejt keni me pa dhe ju në vazhdimsi në bazë të videove që do t'i postoj, që na shumë shpejt këtë shtëpi kena me kthy në atë dignitetin e dikurshëm, në atë bukurinë që e ka pas. Edhe uroj që ta shohim sa më shpejt edhe ju përgëzojmë për hapat që po i ndërmerrni, po na tregoni pse ka marrë kaq shumë vjet kohë, do thotë 28 vjet, gati 3 dekada, çka ka ndodhur gjatë këtyre viteve? Po siç e theka, siguria në pjesët veriore ka qenë shumë jo stabile. Familja jam është shumë lehtë me fol se kom pa edhe komente të ndryshme që po na pyesin pse nuk jeni kthy, kush ju ka ndalu, pse keni pas frikë, a jeni friksu, e tjerë. Është shumë lehtë me fol për një perspektive kur nuk je vetë në qatë pozitë. Po familja jam thjesht nuk ka pas siguri, prindëmi nuk kanë pas fëmijë me humbë, me na çu me na rreziku, se siç e theka Mitrovic çdo herë situata ka qenë shumë e rrezikshme dhe jo stabile. Po, prej shtatorit vitit 2024, me situatën në Banjsk, me rënien heroike të policit tonë Afrim Bunjaku, gjithçka ka ndryshu në total për neve. Tashmë, institucionet tona, qeveria jonë, neve na e ka mundësu kthimin pronën tonë, duke na ofru siguri spari, edhe dyta që është më e rëndësishmja, na e kanë mundësu renovimin e pronës tonë përmes Ministrisë të Planifikimit dhe Zhvillimit Hapësinor. Sa mirë. Po. Kështu që përmes aty në videove në TikTok, që unë thjesht nuk kam qenë person i rrjeteve sociale, është hera e parë që unë e hapi një rrjet sociale dhe e shoh këtë impakt që ka bërë dhe më vjen tepër mirë. Kisha pas qef që jo veç për familjen tem, po për krejt ata banor që janë në pozitën sikur na, unë me shërby si një za, si një kauz, që na me u kthy. Ato janë toka tona, janë prona tona, nuk do të me jep, nuk do të me shqip. Ato që ka kanë met, do të me u rindërtu, me u renovu dhe na me u kthy. Unë e pash edhe në një video që ju keni deklaruar se edhe keni pas oferta për me shqitë dhe ma herët këtë pronë. Po, ofertat kanë qenë të shumta, sidomos pas luftës, ofertat kanë qenë të majme, se dihet që qeveria e Serbisë në atë kohë e ka pas si projekt me blej prona shqiptare, ka jep shumë të mdoja, se që realisht ndoshta kanë blejt pronat e ndryshme, edhe njerëzit normal prej nevojës si kanë shqit ndoshta,
Po, familja jam, babi jam, ka qenë kategorik që është pronën mos me shite, edhe pse ndoshta shpresat janë konë tepër të vogla ose minimale, heq më u kthy ndonjëherë, po ëndrrën e kena pas gjithmonë. Ju tha që tash do t'investoni në fakt edhe po ashtu do t'keni edhe ndihmë nga ministria. Sa do pak ju lehtëson kjo, e lehtëson familjen tuaj jo vetëm nga ana financiare, nuk po flasim këtu, po ndoshta edhe pak këtë lehtësimin për vitet të cilat i keni humbur? Shumë është lehtësim, shumë është kënaqësi tepër. Realisht nuk janë mundësitë financiare që na me bojnë një investim tillë në atë pronë, se është një pronë shumë e madhe, është një kopsh dikon rreth 10 are hapësirë, për neve si familjen total, se në video po dukem shumë pak që jem, po realisht jemi dikon 15 antar të kësaj shtëpie. Është e pamundur me bën një investim tillë në pronë tillë. Ministria ka marrë përsipër renovimin të anësi, është e rëndësishme me cek që forma, estetika e shtëpisë ka me u rujt, ka me qenë origjinale qysh është, thjesht ka me u renovu dhe ka me u bojë banushme. Dhe mendoni që të riktheni pastaj gjithë, apo disa prej tyre çish e keni mendu këtë pjesën e rikthimit pas përfundimit krejt këtij procesi? Po mendoj krejt familja nuk mundë me u kthy se tash të cilë kemi jetën tonë, jemi martu, jemi në punë tona, po një pjesë e familjes po, prindët e mi për shembull po. Po. Çka ndjeni në fakt se tash po i shohim edhe disa foto të vjetra, foto të dikur që kanë qenë të shkrepura, një familje e thjesht normale në Kosovë, duke shiju jetën me familjarë, duke shiju atë se çka kanë pas në ato mundësi, çish ndjeni tash kur i shihni ato foto para dhe pas tash? Thjesht është nostalgji, është dhimbje për familjarët që mo nuk janë, për shembull gjyshat e mi, është haxha i madh. Po është kënaqësi se 28 vjet kena prit. Çka është interesant me cek e kena edhe një maket të punuar prej axhës tem, formën identike të shtëpisë. Edhe unë personalisht kom ndjer shumë mall për këtë shtëpi se e kom marrë mend se kom qenë 8 vjeçë kur ka filluar lufta në Kosovë dhe fëminin tem e kom kalu atje. E shpesh e kom zon veten tu e marr atë maket në dorë dhe tu e kqyr, tu e analizu, tu mundu me rikujtu shtëpinë tem. Po. E tash më u kthy dhe më bën realitet është tepër emocion. Qysh u ndjet në momentin kur e kuptuat që mund të ktheheni, mund të investoni edhe familjarët tash në fakt nuk janë, po besoj ka qenë pak edhe si pik, po në fakt edhe si lloj amaneti i tyre që shtëpinë me rikthy, ndoshta për gjyshërit, për axhën? Po, thjesht emocion. Në momentin që kom pranu telefonatën prej zyrtarëve të ministrisë, nuk më me përshkru ndjenjen. Sa një parë që e kom bo është e kom thirë babin edhe i kom thonë e kom një super lajm, shtëpia po na rindërtohet, po na renovohet në fakt. Edhe tepër emocione. Shumë. Çka tha babi? Na trego pak disa prej përgjigje për shkak se unë jam emocionu mjaft shumë dje kur e kam pa deklaratën, kur e dëgjova deklaratën edhe një herë të vitit 2018, kur ai deklaronte që nuk mund të hynte brenda tek shtëpia, shpesh herë ndoshta është endur aty po rreth për me pa qoftë për nga larg, besoj ai ka edhe më tepër kujtime, edhe më tepër gjëra të cilat i ka përjetuar aty në atë shtëpi. Po sigurisht, për babin tem është shumë e rrund, shumë e emocionale. Babi jam është një person fjallë pak, po vrejet prej gjesteve, vrejet prej mënyrës qysh e shikon në shtëpinë. Tashte janë edhe disa video, foto që unë jem të i postu vazhdimisht. I ka ardhur një vullnet qaq i madh, një energji qaq e madh, po çuditna me ato se tash veç është pensioner edhe me pas atë forcë edhe me punu gjithë ditën në bark, nuk më çudit, po është krejt kjo kënaqësia e kthimit të madh në shtëpinë tonë. Po patjetër, çysh po ndjeni, më të kompletuar? Krejt tash çdo ditë pas punës shkoni atje, bëni diçka që i keni nda planet edhe punët tash si familje? Po sidomos kur po kemi kohën e lirë, vikendeve, prindët e mi janë të lirë edhe gjatë javës po shkojnë, po mbledhem me familja, përshfrytëzojmë edhe me bo grill. Edhe të fillim si shihet o bori ka qenë gjendje të mërshme, tash është ma mirë, ka me postu vazhdimisht me pari progresin që kena bo, shumë djenje mirë. Pas diteve përshfrytëzojmë, tash është koha e mirë, vera, shpresojmë që këtë verë kena me shfrytëzohë borin maksimum, deri sa shtëpia të renovohet.
Samir uroj që të kënaqeni në gjitha këto momente, por tha që ka pas një impakt mjaft shumë, nuk e keni prit ashtu që të reagonin edhe të tjerët në rrjetet sociale, qoftë me komente pozitive, qoftë edhe të tjerët cilët ju kanë kritikuar për kohën të cilën keni marrë, derisa e keni rimarrë edhe shtëpinë në Zveçan, por na trego ka pas prej atyre që janë lajmëru tash, që edhe ata po presin për një gjë të tillë, po presin që t'i gëzojnë shtëpit e tëre pronat e tëre. Realisht po, kom pas mesazhe për familjeve të ndryshme të pjesës veriore, që më kam pyet për mënyrën se çush dohet me apliku për rindërtim ose renovim pronave tëne. Edhe unë jam shumë e gatshme dhe shumë e hapur me ju ndihmu, me ju informu se çka ju duhet për dokumentacionet edhe ku me apliku. Kështu që e shfrytëzoj rastin me ju apelu të gjithëve, ju që i keni pronat, nëse nuk deni ku me u drejtu, më shkruani mu mesazh, unë jam shumë e qasshme dhe shumë e gatshme me ju ndihmu hapa hapi për gjithçka. Çka zakonisht ka ndo me ju? Patën gëzim edhe të tjerët në fakt kur e kuptuan për ta? Shumë, jam shumë e lumtur edhe shumë emocionume kur po i shoh komentet se sa shumë e kanë gjallë një farë ndjenje të patriotizmit, të dashurisë, e gjithë historia jonë. Po. Nuk di, veç më me i falenderu shumë për komentet e mira, neve veç na japim vullnet edhe ma shumë edhe motiv që na me bo ma të mirën e mundshme për pronën tonë mas pari, po edhe për këtë kauzë të madhe. Zona, po besoj që tash edhe këtu ditë të shënuara, ditët e çlirimit, edhe në fakt sot edhe data 12 qershor, por edhe data të tjera cilat janë shënu, qoftë edhe pavarësia e Kosovës, data të tjera cilat janë festa shtetërore që kanë të bëjnë me pavarësinë e Kosovës, tash jo do t'i shijoni pak më ndryshe, do t'i merrni më të kompletuara, me qënë se vetëse dhe e keni rimarrë shtëpinë. A është kështu apo jo? Qysh po e përjetoni tash këtë 12 qershor? Tash sigurisht na jemi ma të kompletuar, zemra nuk po na kam për një pjesë tonën që e kena dikojnë që s'kena mujt me ju qasë, tash jemi shumë ma të kompletuar, edhe po besoj që na ka shërby shumë për të mirë kjo situatë. Uroj që t'i gëzoni edhe ditët e tjera në shtëpi për shumë vjetë me radhë në fakt. Uroj që krejt familja të gëzojnë bashkë me ju, edhe po besoj që edhe të tjerët dhe të ndjeshin shumë krenar për shtëpinë e rimarë. Knaci që të po ata në këtë bisedë të mëngjesit, në këtë ditë kaq të rëndësishme për Kosovën, edhe uroj që pastaj do t'i shohim edhe krejt videot e fotot e tjera pas gjendja, pas restaurimit, pas rinovimit të shtëpisë. Faleminderit shumë Agnesa për ftesën, është e kënaqësi për mua, sidomos në këtë datë të shënume. Po, do të vazhdoj me i postu videot edhe fotot, thjesht me shërby si një thirrje për të tjerët. Po. Edhe faleminderit shumë. Knaci që ju pata, faleminderit edhe juve për kohën dhe për këtë rrëfim mjaft emocionues të cilën e keni nda me shikuesit e emisionit mëngjesit. Faleminderit edhe njëherë ndërsa këtë bisedë, por edhe bisedat të tjera, gjitha intervistat, materialet, të cilat i ndajmë ne gjatë këtij emisioni, mund t'i gjeni në kanalin Koa Vizionit në YouTube.